Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj se si të vetë lexoni pëllëmën e dorës. Më kanë shkruar shumë, disa nuk e kanë kuptuar sepse kisha bërë një video të mëparshme dhe unë sot do ta thjeshtëzoj, do jem më i qartë, por do të dëshiroja që të më ndiqni me kujdes. Është shumë e thjeshtë. Kështu që më ndiqni me kujdes, kush është rastësisht, le t'i bëj like faqes, nuk ju kushton asgjë, për ne është diferencë e madhe dhe ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Duhet të dini diçka tepër të rëndësishme që dua ta them menjëherë. Të mbani mend që jo vetëm pëllëma e dorës, por edhe shualli i këmbëve janë harta e njeriut. Pra, harta e ecurisë ose e jetës së njeriut. Tani, disa kishin edhe shkruar disa herë në videot e mëparshme dhe në disa video që nuk ka lidhje me dorën, por që më kanë shkruar, duke nënvizuar që pse thua për dorën e majtë dhe pse nuk thua për dorën e djathtë ose anasjelltas. Duhet të dini që dora e majtë u lexohet femrave, ndërsa dora e djathtë u lexohet meshkujve. Pse? Sepse mendohet që dora e djathtë është dora e Zotit. Në fakt, në të gjitha kulturat popullore tregohet që dora e djathtë është dora e Zotit, ndërsa dora e majtë është dora e djallit. Sepse ne kemi një dualitet dhe jemi gjysmë ashtu siç edhe njeriu që ka dualitetin, pra lindi mashkulli Adami dhe pas Adamit lindi edhe Eva, pra u formua nga Adami. Kështu që lindi një pjesë tjetër e tij dhe dualizmi, i quajtur dualizmi. Pra nuk ka asnjë ndryshim. Edhe pse i shihet dora e majtë apo dora e djathtë një femër apo një mashkulli, s'ka lidhje kjo me shenjat që gjenden këtu. Okej? Kjo është gjëja kryesore që doja ta nënvizoja. Tani tjetra, duhet të dini që 4 janë pikat bazë ose vijat ose shenjat më të rëndësishme. Këto, ka dhe të tjera më të vogla, por unë dua të përqendrohem te këto që të jem më i thjeshtë. I bëra me ngjyra të ndryshme që ta kuptoni më mirë. Atëre, e para, që është kjo këtu, qoftë në dorën e djathtë por edhe të majtën, kjo këtu sipër është linja e dashurisë. Okej? Në fund pastaj dal nga dal do t'ju them se cilën linjë, se çfarë prezanton dhe si mund ta lexoni. Por e para është e rëndësishme që ta dini që linja sipër është ajo e dashurisë. Okej? Ndërsa kjo linjë këtu, që është me zezë ose viola, si mund quhet, vjolc, kjo këtu është e karakterit, pra linja e karakterit. Kështu që linja e dashurisë dhe linja e karakterit. Ndërsa, kjo këtu është linja e jetës. Kjo që shkon afër gishtit të madh, linja e jetës. Ka disa që kanë më afër gishtit të madh, disa e kanë më larg gishtit të madh. Por kjo është linja e jetës. Disa edhe kishin gabuar që më kishin shkruar se kujtoni se unë kisha gabuar. Por jo. Ndërsa kjo këtu që përshkon te jetej, pëllëmën e dorës, është linja e fatit. Këto pra janë 4 linjat më të rëndësishme. E përsëris edhe një herë. Linja e kuqe këtu është linja e dashurisë, ajo vjollc këtu është linja e karakterit, ndërsa kjo e verdh është linja e jetës dhe në mes që përshkon te jetej është linja e fatit. Këto pra janë 4 pikat bazë të leximit të dorës së njeriut. Duhet të dini që njeriu, përveç dualitetit që ju thash më përpara, ka edhe një karakter, le të themi, dual ose doppio. Pse? Sepse shumë njerëz kanë, nëse u ka rasti, disa ndryshojnë karakterin. Pra kanë një doppio karakter. Kurse disa të tjerë thonë, ju ka rasti, dëgjojeni me vëmendje, kur ngriheni nga një bisedë që keni bërë me dikë, ose i thoni dikujt, i thoni me vete, pse nuk i thash këtë? Dhe do që të kthesh mbrapa që ti thuash diçka që nuk ja the. Pse? Sepse edhe brenda secilit gjendet një doppio karakter. Por disa e kanë të theksuar dhe e nxjerrin, disa jo. Dhe kjo është tepër e rëndësishme sepse është dualizmi që gjendet brenda njeriut. Dhe atë në disa raste duhet që ta shprehësh, sepse dalin shumë pika të rëndësishme të karakterit tënd, të jetës tënde, të dashurisë e tjerë. Kështu që deri këtu doja të isha i qartë për sa i përket linjave dhe dualitet dhe personalitet njeriut.
Tani, le të shkojmë një nga një tek pikat këtu, sepse do t'ja u them me vijat ose me linjat që përkatëset se cilës dhe duhet ta pastroj dorën. Ok? Një sekundë. Atëherë, nëse linja e dashurisë vjen deri këtu, pra dhe ndalon këtu, nëse linja që keni ju tek dora ndalon këtu, do të thotë që jeni romantik. Nëse kjo linjë vazhdon dhe është po thuaj deri tek gjysma, do të thotë që dashurojeni shpesh. Ndërsa, nëse kjo linjë shkon deri këtu, pra po thuaj në 3/4, do të thotë që jeni egoist. Por nëse kjo linjë vazhdon dhe prek linjat e tjera këtu ose gishtin, do të thotë që ju gjeni lumturin, pra ju dashuroni dhe gjeni lumturin. Tani, linja e karakterit. Linja e karakterit fillon nga këtu. Në qoftë se nga kjo anë, jo nga kjo anë. Kështu që në qoftë se kjo linjë ecën dhe ndalon deri këtu, pra fillon që këtej dhe ndalon këtu, dhe nuk ecën mëtej, po ta shikoni kjo vazhdon, por në qoftë se shkon deri këtu, do të thotë që ju jeni njeri që ju pëlqen shumë njerëzit të bukur. Pra të bukur estetikisht dhe jo të zgjuar, me pak fjalë. Por në qoftë se kjo vazhdon dhe ulet, pra në këtë formë, do të thotë që jeni krijues. Jeni krijues të artit, të gjërave, pra i krijoni. Në qoftë se kjo linjë bën lëvizje, pra të lakuara, pak a shumë, të lakuara të tilla, do të thotë që nuk jeni të kujdesshëm në jetën tuaj. Kështu që bëni kujdes, duhet jeni më të kujdesshëm. Ndërsa nëse kjo linjë ecën dhe vazhdon deri në fund drejt, pra kur është drejt, pa lakime, pa asgjë, do të thotë që jeni njeri realist. Dhe padyshim, dhe nëse shkon deri në fund, por mjaft që të jetë e drejt, jo deri në gjysmë, por të vazhdoj. Okay? Ndërsa tani linja e jetës. Linja e jetës është kjo këtu, siç ju thash më përpara. Ka një gjë. Sa më i ngushtë është harku, ky harku këtu i linjës me gishtin e madh, pra sa më i ngushtë, sa më afër është, pra nëse do vinte këtu. Por unë e kam për shembull këtu, shikojeni se ku shkon. Me një fjalë shkon kështu. Dhe shkon nga cepi në cep, po t'i vini re. Kjo do të thotë nëse është larg, me një fjalë sa më i gjerë harku, sa më i madh harku, nga gishti i madh, aq më energjik jeni dhe aq më energji shpenzoni. Sa më i ngushtë është harku, pra sikur të ishte këtu për shembull, aq më pak energji keni dhe shumë pak energji shpërdoroni. Pra nuk jeni energjik, nëse është i ngushtë, nëse është i gjerë harku, shpenzoni energji dhe dhuroni energji. Tjetra është që nëse kjo linjë shkon deri në gjysmë, pra nuk shkon deri në fund, do të thotë që ju influenconi nga njerëz të tjerë dhe nuk i bëni vetë gjërat zakonisht. Por nëse kjo vazhdon deri në cep, kjo linjë, do të thotë që vendosni ju për jetën tuaj dhe për atë që ka ndodh rreth teje. Ndërsa tani, interpretimi i fundit i linjës së fundit, që është linja e fatit. Linja e fatit fillon nga këtu dhe shkon deri sipër. Okej? Kjo jeshilja. Tani, dua t'ju them diçka të rëndësishme. Linja e fatit, zakonisht të gjithë e kanë të destinuar, sepse secili nga ne fatin e ka të shënuar. Mirë po, ka disa që kanë deri në gjysmë, pra linja arrin deri në gjysmë. Në qoftë se arrin deri në gjysmë të dorës, para në pëllëm të dorës, ose është e dyfisht, pra shkon në dy anë, në dy vija të ndryshme, që këtu dhe hapet në dy vija, do të thotë që ju influencojeni nga njerëz të tjerë, influencojeni nga familja, influencojeni nga shokët, nga miqt, apo edhe nga turistëni të ndryshme. Por nëse kjo linjë, pra e para njërë që nëse ka një kanal të fortë linja nga këtu deri këtu, si që kam unë për shembull, okay, dhe të tjerë kanë, por
ku arrin deri ty, deri sipër, do të thotë me fjalë nga këtu deri sipër, do të thotë që ju vendosni në jetën tuaj dhe jeni të destinuar, si mund t'ja them, është i shkruar fati juaj dhe shpesh nuk mund të ndryshosh jetën tënde sepse është diçka e shkruar dhe e predestinuar. Por si që thash, nëse ndahet në dy këtu, ose është gjysmë, atëherë influencojeni nga të tjerë. Por ka dhe një tjetër detaj. Nëse bashkohet këtu, të dyja linjat, si bashkohen këtu në fund, nëse bashkohen të dyja linjat e jetës me të fatit, do të thotë që ju jeni jo vetëm vendimtar, pra vendosni për jetën tuaj, por zakonisht influenconi edhe jetën e të tjerëve, sepse influenconi jetën e familjarëve, të bashkëshortes, të bashkëshortit, të fëmijëve, ose edhe të shokëve, dhe të shoqërisë. Pra, nëse linja e fatit bashkohet me linjën e jetës këtu, si që bashkohet kjo. Okay? Kështu që këto janë 4 linjat kryesore që mund t'i interpretoni vetë pa ndihmën e askujt. Këto janë ato bazë, sepse ka dhe të tjera si që thash, por të mbani mend gjën më të rëndësishme, që shualli i pëllëmës së dorës dhe shualli i pëllëmës së këmbës, për ato 2 këmbë dhe 2 duar, janë harta e ecurisë son në jetë. Dhe unë ju kam thënë dhe njerë tjetër që një miku im për shembull, një lama, dam quhet, që tashmë u kthye edhe njerë në shtëpinë e tij në Nepal, ai më ka surprizuar sepse dinte jo vetëm të lexonte shuollin e dorës, por e të lexonte edhe shuollin e këmbës në mënyrë perfekte. Kështu që unë shpresoj që këto që janë bazat kryesore të kem qenë i qartë, sepse është e thjeshtë, siç u thash, dhe s'keni nevojë që ta lexoj tjetër kush, por e lexoni dhe vetë. Okej? Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj dhe lini komentin tuaj. Pres.